Situatë si kjo me mbi 200 të evakuar, shtëpi të përmbytura në Kërçov, Saraj dhe Lipkov nuk janë thjesht fatkeqësi natyrore, ato janë pasqyra e një problemi shumë më të thellë, mënyra se si ndërtojmë, planifikojmë dhe kujdesemi për hapësirat ku jetojmë. Rreshjet intensive janë fakt, klima po ndryshon dhe episodet ekstreme po bëhen më të shpeshta, por shiu vetë nuk është fajtori kryesor. Përmbytjet ndodhin kur uji nuk ka ku të shkojë, kur lumenjt dhe përrejt ngushtohen nga ndërtimet pa kritere, kur kanalet e kullimit mbushen me mbeturinat, kur pyet priten dhe toka humbet aftësinë për të thithur ujin, atëre natyra thjesht ndjek ligjin e saj. Uji kërkon rrugë. Problemi është shumë dimensional. Së pari, urbanizimi i pakontrolluar, ndërtimi pranë shtretërve të lumenjve apo zonave të ulta për arsye përfitimi, afat shkurt krijojnë rrezik afatgjat. Kur planifikimi urban nuk respekton hartën e rrezikut, pasojat janë të pashëmangshme. Së dyti, mungesa e mirëmbajtjes së infrastrukturës, kanalizime të amortizuara, mungesë pastrimi të rregullt të shtretërve të lumenjve dhe mungesë investime në sistemin modern të drenazhimit e kthejnë një rreshje të fortë në krizë. Së treti, degradimi mjedisor, shpyllëzimi, betonizimi i sipërfaqeve dhe humbja e zonave natyrore të përthithjes e përshpejtojnë rrjedhjen e ujit dhe rrisin rrezikun e përmbytjeve. Por kush është fajtor? Do të ishte e lehtë të thuhet natyra ose vetë institucionet, por realiteti është më kompleks. Institucionet mbajnë përgjegjësi për planifikimin, kontrollin dhe investimet. Nëse nuk ka kontroll mbi ndërtimet, nëse paralajmërimet për rrezik injorohen, përgjegjësia është politike dhe administrative, por edhe qytetarët kanë pjesën e tyre. Ndërtime pa lejë, hedhje e mbeturinave në kanale, mos respektim i hapësirave publike kontribojnë në përkeqësim. Zgjedhja nuk është e menjëhershme, por e mundur. Nevojitet planifikim i bazuar në rrezik, ndalim i ndërtimeve në zona të rrezikuara dhe hartimi i planeve të qarta të evakuimit, investime serioze në infrastrukturë të qëndrueshme, zgjerim dhe modernizim i kanalizimeve, krijimi i banesave mbajtëse dhe rikthimi i zonave të gjelbërta për thithjen e ujit, edukimi dhe ndërgjegjësimi publik, sepse kultura mjedisore është po aq e rëndësishme sa betoni. Përmbytjet janë sinjal alarmi. Ato tregojnë se sistemi ka dobësi. Nëse reagojmë vetëm me ndryrje emergjence, pas çdo syje ne nuk trajtojmë simptomat, por shkakun. Nëse përkundrazi e shohim këtë si model reflektimi dhe reforme, atëre kriza mund të zhndrohet në mundësi për ndryshim. Pyetja nuk është vetëm kush e ka fajin, por çfarë do të bëjmë ndryshe herën tjetër, sepse përmbytjet mund të jenë natyrore. Katastrofat shpesh janë rezultat i zgjedhjeve tona.